A e ke provuar ndonjëherë t'i lash dhëmbët me vaj kokosi? Mund të tingëllojë e çuditshme, por është një praktikë shumë e vjetër që po rikthehet sot për kujdesin natyral të gojës. Vaji i kokosit përmban acid laurik, një përbërës që ndihmon në luftimin e baktereve në gojë. Këto baktere janë pikërisht ato që shkaktojnë prishjen e dhëmbëve, pllakën dentare dhe problemet me mishrat. Kur përdoret rregullisht, mund të ndihmojë në uljen e pllakës, qetësimin e mishrave dhe përmirësimin e erës së gojës. Një nga mënyrat më efektive për ta përdorur është vaji i kokosit si larës për gojën. Kjo mund të bëhet shumë thjesht. Në mëngjes sapo të zgjohesh, përpara se të hash apo të pish, përpara edhe se të lash dhëmbët me furçë dhe pas si zakonisht, merr një lugë gjelle vaj kokosi. Vendose në gojë dhe fillo ta lëvizësh ngadalë nëpër dhëmb si një shpërlarës. Mos e gëlltit. Mbaje për rreth 10 deri në 15 minuta ndërkohë që bën pjesën tjetër të rutinës së mëngjesit. Gjatë kësaj kohe, vaji përzihet me pështymën dhe ndihmon në largimin e baktereve nga goja. Në fund, pështyje vajin në WC dhe asnjëherë në lavaman, në mënyrë që mos të shkaktosh probleme me lavamanin. Shpërlaje me ujë gojën dhe pastaj laj dhëmbët si zakonisht. Mund ta bësh çdo ditë ose disa herë në javë. Kujdes! Kjo nuk zëvendëson larjen e dhëmbëve apo vizita tek dentisti, është thjesht një hap shtesë që bën diferencë. Më thuaj në komente, a do ta provosh këtë rutinë?